në Firenze, në Prato. Jemi duke krijuar grupin studentor Çamëria. Ky grup do të përbehet nga studenta çam që jetojnë në Itali. Edhe do të punoj për paraqitjen e çështjeve çame në ambientet akademike dhe universitare. Ky grup do të punojë, do të jetë ajo që mund të quhet backgroundi logjistik. Backgroundi logjistik i shoqatave çame, sepse studentat çam që po mbarojnë universitetet nëpër Evropë janë njerëzit më se të adaptuar për të paraqitur këtë çështje në instanca ndërkombëtare dhe në institucione ndërkombëtare. E formuam këtë grup dhe menduam që kryetar të grupit zgjidhnim Ilirin, i cili mund të prezantohet edhe vetë. Jam Ilir Peqiri, 22 vjeç, edhe marr këtë responsabilitet me shumë qef, edhe shpresojmë të bëjmë diçka shumë të madhe. Rrofë Çamëria.